Një debat i ashpër ka ndodhur sot mes Rozana Radit dhe Gjestit brenda shtëpisë së Big Brother VIP 4. Ka qenë Gjesti i cili është drejtuar Rozanës, duke i thënë se tani do të nxjerrë informacione nga jashtë. A do informacione nga jashtë? Ti je kap për flokësh me femra, jeni kapur për të dashur, çka keni pasur aty edhe kaq natën e mirë. Të gjithë e kanë parë. E kanë parë të gjithë, një nga një. Çka ke bërë e di e gjithë bota dhe ti vjen ju jep shembull femrave? Vjen ju jep shembull femrave këtu? Edhe flet për Eglin, e gjykon Eglin. Ti je kapur me femra për të dashur, ti vjen flet për femra këtu. S'ke të drejtë të flasësh për femra. Nuk ke dhënë shembull të mirë, theksoi ndër tjerash Gjesti.